Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë, faleminderit që jeni. Unë doja të flisja si fillim në lidhje me këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe më mënyrë se si procedoj. Kjo lidhje të drejtë për drejtë do të postohet nesër në kanalin tim zyrtar të YouTube-it, aty do ndaj edhe në shenja që të mund të kaloni dhe më thjesht. Ajo çfarë është ndryshe nga analizat që mund të përballeni më tepër në Instagram ose të rrjetet sociale në lidhje me astrologjinë, pra ato ndryshimi që kam unë në këtë rast është sepse unë bazoj më tepër tek astrologjia karmike, që fokusohem më tepër tek evolimi jon si shoqëri dhe si shpirt më tepër se sa në anën materiale, prandaj dhe mundohem që të prek më tepër edhe çështje sociale, njëjta gjë është e vlefshme edhe për problemet që mund të kemi me shëndetin, duke qenë se mendoj se sa më mirë që të kujdesemi për trupin ton, aq më tepër kemi mundësi që të evoluojmë dhe si individ. Të them të vërtetën, në këto momente unë personalisht kam qenë në një fazë në cilën është rrizim në shumë tema të jetës time dhe automatikisht gjë që mund të jetë prekur më tepër është temat sociale dhe siç e përmenda pak më tepër temat shpirtërore. Kjo është një nga ajo çfarë kam vënë re që është e prekur edhe në përgjithësi dhe të gjithë personat e tjerë që kam rreth e rrotull. Po e zbërthej pak ndikimin që do të kemi gjatë kësaj jave, ndërkohë që do të prek dal nga dal edhe temat, do të kalojmë më të themi dhe tek tema e ditës, që është ajo e hënës së re. Tashmë është bërë traditë që flas në lidhje me hënën e re, ndikimin që do të kemi. Arsyeja që kam përzgjedhur që të flas për hënën e re është se hëna është një ndër reflektuesit më të mëdhenj që ne kemi të dritës. Dhe për këtë arsye, na shpjegon më mirë se çfarë ndikime do të kemi, ose ne si do të ndikohemi nga mesazhet që marrim nga universi. Jo më kote kam zgjedhur dhe si shprehje që universi flet me ne nëpërmjet yjeve, të vërtetë kjo do të thotë që flet me ne nëpërmjet dritës dhe kjo mënyrë një nga gjuhët se si e përkthejmë këtë si mesazh është nëpërmjet astrologjisë. Si fillim do t'ju këshilloj që të dëgjoni ndikimet e përgjithshme, më pas të kaloni tek ascendenti juaj, duke qenë se ajo përmban përqindje më të madhe, është diçka te 65%, dhe pastaj të kaloni tek shenja juaj e diellit, pra shenja ku keni lindur. Dhe të bëni përmbledhje të gjitha këtyre, sepse të gjitha janë vërtet shumë të rëndësishme. Por po e nënvizoj përsëri ndikimet e përgjithshme, duke qenë se ndikojnë natyrën, janë shumë më të rëndësishme edhe se sa shenja e ascendentit dhe se sa shenja e diellit. Pra gjithmonë do t'ju këshilloj që të dëgjoni edhe ascendentin edhe shenjën tuaj të diellit. Se si do të ndikohemi nga kjo hënë e re, do t'i përmend tani të gjitha shenjat që të mund t'i ndiqni. Po edhe për demin do të flas automatikisht. Shumë faleminderit. Po, gaforët, faktikisht gaforja është nëna e zodiakut, prandaj dhe mundohet që të ushqej dhe të them të vërtetën e ndjej, domethënë është instinktive, dëshira për të ushqyer të tjerë, dhe mënyrë se si kam zgjedhur këtë është duke shpërndarë informacion. Informacioni për mendimin tim është gjëja më e vlefshme që ne kemi si njerëzim. Në moment që ne arrim që ta shpërndajmë atë, automatikisht kemi aftësinë për të ndryshuar çdo lloj problemi që ekziston në jetën tonë sociale dhe atë personale, kështu që është edhe shërbimi i madh që mund të bëhet ndaj njerëzimit, prandaj dhe ato çfarë mundem ose çfarë di, mundohem që ti jap mbrapsht. Okej, po kalojmë një herë tek ndikimi që kemi këtë javë, siç e përmenda është një javë vërtet shumë e rëndësishme. Kemi 3 planete shumë të mëdhenj, ose shumë të rëndësishëm, të cilët janë në kënd negativ me njëri tjetrin. Kemi një kënd negativ midis Marsit, Diellit dhe Plutonit. Kjo do të jetë aktive gjatë gjithë kësaj jave, por dita që do ta ndiejmë shumë herë më tepër është dita e nesërme. Duke qenë se Dielli do të jetë në një kënd, domethënë do të jetë kulmimi i këndit negativ që ai ka me Plutonin, ndërkohë që kulmimi i këndit negativ që do të ketë me Marsin ishte pikërisht sot. Por do të vazhdojmë që ta ndiejmë gjatë gjithë kësaj jave dhe mbi të gjitha, edhe hëna e re që do të jetë ditën e diel, do të jetë në ndikimin e këtyre këndeve negative. Këndet negative ose këndi katror 90 gradë që
po përmend në këto momente është një ndër këndet të cilat mund të shkaktojnë më tepër probleme në jetën tonë, sepse vjen në mënyrë të papritur dhe nuk dimë se si ta perceptojmë. Dhe automatikisht nuk i gjejmë dot edhe zgjidhje, ashtu siç ne do të dëshironim. Pika më kryesore që do të kemi gjatë këtyre ditëve është se duke qenë se Plutoni është në kënd negativ me diellin dhe kjo në të vërtetë në astrologji kemi një shprehje që thotë që të vdesësh pa vdekur. Në të vërtetë është një spastrim i vërtet i komplet çdo gjë që nuk është funksionale në jetën tonë, por kjo nuk do të thënë se është diçka e thjeshtë ose është diçka që ne mund ta pranojmë. Është në mënyrë të menjëhershme, le të themi, automatikisht na duhet kohë. Kjo është edhe një nga arsyet që gjatë gjithë kësaj periudhe ne mund të ndjejmë nevojën, ose mirë themi gjatë kësaj periudhe një javore mund të ndjejmë nevojën që të kapemi pas asaj që dimë. Të jemi le të themi që të kemi pak më tepër nevojë për siguri. Këshilla ime do të jetë që gjithë kësaj jave që të fokusohemi më tepër tek gjërat që ne na shërbejnë, që na bëjnë që të ndihemi mirë dhe të rivlerësojmë çdo gjë që po na pengon, që na mban mbrapa. Kjo do të jetë e vlefshme siç e përmenda edhe gjatë hënës së re. Ndërkohë që shenja që do të jenë më tepër të prekura gjatë kësaj jave do të jenë shenjat fikse. Kemi të tre vendoset që sapo e përmendra që janë në kënde negative më njëra tjetër janë të vendosura në shenja fikse. Dielli aktualisht është tek shenja e Demit, ndërkohë që kemi Marsin tek shenja e Luanit dhe kemi edhe Plutonin i cili është i vendosur tek shenja e Ujorit. Për këtë arsye, këto tre shenja janë më të prekurat, por edhe shenja e Akrepit automatikisht duke qenë se është një shenjë fikse, është vërtet shumë i prekur. Personat të cilët do të kanë lindur gjatë ditëve të para të këtyre shenjave që sapo përmenda janë persona të cilët janë edhe më të prekur se të gjithë të tjerët. Ndërkohë që është e vlefshme edhe për personat, po flas vetëm për këtë javë, ndikimi i kësaj jave, do të jenë shumë të prekur edhe personat të cilët kanë lindur në ditët e fundit të shenjave kardinale, që janë ata që kanë lindur në ditët e fundit të shenjave të shenjës së Dashit, të shenjës së Gafores, të shenjës së Peshores dhe ata që kanë lindur në ditët e fundit të shenjës së Vricjapit. Këta do të jenë më të prekur sepse do të hasen me vërtet surpriza. Sto surpriza ose të papritura më të themi, mund të kenë vështirësi për t'u bërë ballë. Sidomos ata që kanë lindur ditën e fundit mund të kenë pak më tepër vështirësi. Këtu është e përfshirë edhe ascendenti automatikisht, për ata që nuk e dinë ascendentin, normalisht mund ta mësoni ose mund të më pyesni mua, nëse nuk e dini orën fikse, unë për këtë kam një shërbim të veçantë që quhet rektifikacion, pra gjej orën e saktë të individit në bazë të ngjarjeve më të rëndësishme që ai ka kaluar në jetë dhe mund të gjejmë edhe automatikisht edhe ascendentin. Ndërkohë që për personat të cilët e dinë ascendentin, ekzistojnë shumë faqe në internet të cilat tregojnë se cila është ascendenti në bazë të orës që keni lindur. Pra, mjafton që të fusni të dhënat. Por i kthehem tek tema. Pra, edhe për personat të cilët kanë ascendentin tek këto shenjë sapo përmenda, sidomos tek gradët e para, te ato që janë tek shenja fikse, dhe ato që janë tek gradët e fundit, që janë tek shenjat kardinale, do të jenë më të prekur se gjithë të tjerat. Të gjitha këto të papritura do t'i detyrojnë ata që të spastrojnë jetën e tyre. Në përgjithësi, gjatë kësaj periudhe, duke filluar sidomos nga duke filluar që nga eklipsi i hënës, jemi futur në një fazë ku kemi vërtet shumë rritje në epidemi, ose më të themi në parazit. Kjo ka qenë dhe arsye që shumë nga ushqimet që ne aktualisht përdorim në Shqipëri kanë qenë të prekura. Doli salmonella, kemi pasur probleme edhe me qumshtin, që ishte lajmi i fundit që sapo doli, tashmë është bërë tragjikomike. Kjo kemi lajmin e mirë që gjatë kësaj jave do vazhdojmë që të perceptojmë se ku qëndron problemi edhe për sa i përket ushqimeve dhe për sa i përket problemeve në lidhje me shëndetin dhe këto do të fillojnë që të zgjidhen pikërisht duke filluar nga dita e diel. Reflektimi që ne marrim në këto momente nga universi është shumë i thjeshtë. Zgjidh ato që të funksionojnë, që janë efikase për ty, që të ndihmojnë për të pasur një jetë të shëndetshme dhe largoj nga jeta jote ato të cilat që të përthithin energjinë ose më të them që të ulin energjinë, që të demoralizojnë apo në disa raste dhe të lodhen dhe të pengojnë që të arrish qëllimin tënd në jetë.
Pra, kjo është një javë shumë e rëndësishme, prandaj dhe dëshiroj të prekja. 3 shenjat ose më themi 4 shenjat e tjera që nuk i përmenda, që janë shenjat e ndryshueshme, do të jenë pak a shumë në ndikimin e të gjitha atyre çfarë kam përmendur edhe sot tek Zoomi MCN. Mund ta gjeni videon e keni në YouTube, e kam vënë shumë herë sot për fat të mirë. Dhe mund ta ndiqni kur të flas tashmë edhe në lidhje me ndikimet që do të kemi me hënën e re. Arsyeja që kam filluar të bëj këto parashikime më përpara është në mënyrë që kur kemi mundësi të marrim masa dhe duke qenë se gjatë kësaj jave do të kemi mundësi që të spastrojmë shumë gjëra dhe të përziedim gjëra që ne janë vërtet shumë efektive për sa i përket anës tonë materiale, kam filluar të përzjedh që të bëj pak më herët në mënyrë që të gjithë të mund të përdoren dhe le të themi që të jenë efektive në jetën tonë. Për sa i përket shërbimeve dhe kostave të tyre, ju lutem më shkruani nëpërmjet WhatsApp-it tim ose nëpërmjet Instagramit. Këto janë domethënë mënyra se si mund të më kontaktoni. Okej, po vazhdoj në lidhje me ndikimet që do të kemi gjatë ose më të themi reflektimi që kemi nga drita ose nga universi gjatë hënës së re që do të jetë tek shenja e Demit. Kjo hënë e re do të jetë në datën 27, është ditën e diel, dhe do të jetë në orën 21:31. Shenja e Demit është shenja ku hëna drejton më tepër, ose më të themi fuqizohet më tepër. Për këtë arsye, edhe dielli edhe hëna gjatë kësaj periudhe do të kenë një fuqi vërtet shumë të lartë. Kjo është edhe një nga arsyet që do të jetë edhe një hënë e re vërtet shumë e rëndësishme në jetën tonë. Do të shënojë ndryshime vërtet shumë të mëdha. Pika më e madhe ose më të them ndryshimi më i madh që do të kemi në jetë është tashmë shfarosja pak a shumë e parazitizmit. Kjo është e vlefshme edhe në kuptimin metaforik edhe në kuptimin real, pra shfarosja ose më themi fillimi i shfarosjes së parazitizmit. Do të kemi një zhvillim shumë të madh në lidhje me mjekësinë. Kjo është diçka që kemi filluar ta ndijmë që nga dhjetori vitet e kaluar dhe kjo hënë e re do të shënojë pikërisht fillime shumë të rëndësishme në këtë zhvillime, si për sa i përket genetikës, po ashtu dhe për sa i përket zhvillimit në lidhje me sëmundjet të cilat mund të jenë pak më tepër kronike. Do të jemi vërtet shumë përparimtar në lidhje me këto tema dhe çdo gjë që ka filluar të funksionojë ose më të them që ka pasur rezultatet e para gjatë kësaj periudhe, le të themi 2 vjet e gjysmë, tashmë do fillojë që të hedhë rrënjë. Dhe është pikërisht kjo hënë e re e cila do të spastroj ato teori të cilat nuk janë funksionale dhe do të lejoj që të hedhin rrënjë ato teori të cilat janë vërtet efektive dhe që do të na nevojiten edhe në të ardhmen. Kjo hënë e re do të jetë në kënd negativ me Plutonin dhe me Marsin. Këtë përmenda edhe në fillim kur po shpjegoja për javën. Për këtë arsye, duke qenë se siç e përmenda, një kënd negativ midis Plutonit dhe Diellit do të thotë vdekje pa vdekur, kjo do të thonë që do të kemi mundësi të rilindim. Pra, e vjetra do të vdes, pra ajo çfarë nuk është funksionale do të vdes dhe do të fillojë një jetë vërtet e re, më pozitive. Do të jemi më të fokusuar tek gjërat që kanë më tepër rëndësi dhe duke qenë se është tek shenja e Demit. Kjo do të thonë që është diçka që ne mund ta prekim, është materiale. Në këtë rast na bën vërtet shumë mirë. Por do të përballemi edhe me vështirësi. Cilat janë këto? Vështirësi për sa i përket jetës tonë sociale, sepse në jetën tonë sociale do të dalen shumë në skenë intriga, të cilat mund të kenë qenë nga persona të caktuar, të cilat ne kemi pasur një besim vërtet shumë të madh. Ndërkohë që edhe nga ana jonë sentimentale do të dalin pikërisht këto problemet si fillim në mënyrë që ne t'i zgjidhim. Kjo do të jetë efektive gjatë gjithë kësaj jave. Do të dalin shumë në sipërfaqe të gjitha intrigat dhe gjërat që kanë qenë të fshehura gjatë kësaj periudhe. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për sa i përket qeverisjes në përgjithësi. Kjo nuk është të thënë thjesht në anën qeveritare, pra presidenti apo kryeministri, po them edhe qeverisjes organizatave të ndryshme apo në mënyrë se si ne qeverisim ose
e ndërtojmë jetën tonë në përgjithësi dhe brenda familjeve. Kemi qenë në një fazë kur të gjitha problemet familjare kanë dalë në skenë sepse Marsi ishte në retrograd tek shenja e Gaforës, ndërkohë që kjo si periudhë mbaroi. Tashmë tek kjo hënë re, do të kemi një fillim të ri dhe shumë të rëndësishëm. Kemi një ndryshim të vlerave që ne japim vetes tonë dhe marrëdhënieve që kemi në përgjithësi, duke filluar që nga, siç e përmenda në fillim, nga shoqëria, duke vazhduar tek vetvetja, nga ana vetbesimi që kemi, po ashtu dhe në lidhje me çështjet e zemrës. Të gjitha këto do të jenë vërtet të tensionuara, do të kemi një tërmet të madh në të gjitha këto tema, gjë që do të na shpirë në konsolidimin e vlerave të vërteta të cilat i shërbejnë jo vetëm ne, por edhe shoqërisë, pra duke filluar nga familja, vetja jonë dhe në përgjithësi. Pra, çdo gjë që kemi në jetën tonë. Shenja e Demit është një nga shenjat më të begata që është në zodiak, sepse këtu gjithçka hedh rënjë, pra pranvera fillon tek shenja e Dashit, ndërkohë që çdo gjë fillon të hedhë rënjë dhe lulëzon tek shenja e Demit. Për këtë arsye kemi një rritje vërtet shumë të madhe në anën tonë materiale. Dhe mënyra se si ne i arrim këtë mirëqenie materiale është duke përzgjedhur se ku fokusojmë kohën tonë. Duke qenë se do të gjatë gjithë javë do të vëmë një dalje në skenë të çdo lloj manipulimi që mund të ketë ekzistuar në jetën tonë, do t'i them fushat përkatëse kur të flas në lidhje me shenja, ndërkohë që tani po e them të përgjithshme, do të jemi më të aftë për të përzgjedhur. Tema që do të jetë vërtet shumë e rëndësishme do të jetë në lidhje me shëndetin. Siç e përmenda, kemi pasur një fazë në të cilën përhapjet e epidemive, të virozave dhe të parazitëve që gjithë kësaj periudhe ka qenë vërtet shumë e lartë dhe kjo hënë e re do të shënojë mbarimin e këtyre problemeve. Nuk është një mbarim i menjëhershëm, automatikisht do të duhet kohë, por që ky do të shënojë fillimin. Do të shënojë fillimin edhe të një periudhe ku ne jemi më të aftë për të perceptuar trupin ton, organizmin ton, dhe kjo do të na ndihmojë edhe në vetëdijsimin e shoqërisë, po ashtu edhe në zhvillimin e marrëdhënieve shumë më të shëndetshme që ne kemi edhe me trupin, por po ashtu edhe me personat që na rrethojnë. Do të kemi një ulje në sëmundje në përgjithësi, sidomos ato që janë në sëmundje kronike, pra që prekin vetë individët, sidomos në lidhje me alergjit e të tjerë, por kjo do të vijë në mënyrë pak më graduale, por ne të mësojmë se si të kujdesemi më tepër për trupin tonë. Pra, duke qenë se si fillim do të vetëdijsohemi, pastaj gradualisht do të jemi më të aftë për të ditur se çfarë na bën mirë apo çfarë na bën keq. Do të kemi edhe siç e përmenda një fillim i mbarimit të parazitizmit edhe për sa i përket çështjeve sociale, po ashtu edhe në jetën tonë personale, duke qenë se ishim në një fazë që ishim shumë të lodhur, kishim një mungesë vullneti, Marsi ishte tek shenja e Gaforës, po e përmend përsëri, dhe Marsi duke qenë se është energji azjare që ne kemi për jetën, automatikisht kemi pasur një energji të ulët dhe një motivim të ulët. Ndërkohë që tashmë Marsi, edhe pse në kënd negativ me diellin, në këtë rast do të na stimulojë edhe më tepër për të do të na stimulojë edhe më tepër për të qenë më aktiv. Në këtë rast, parazitizmi, pra dembelizmi, më të themi, gradualisht do fillojë që të ulet dhe do të jemi më aktiv edhe në shoqëri. Do të fillojmë që të bëjmë re më mirë se ku qëndron problemet pikërisht në jetën tonë sociale, duke filluar që nga shokët, pra miqtë tanë, duke parë se ku qëndron problemi në këto marrëdhënie, si mund të rregullojmë ata, apo se cilët janë personat të cilët duhet t'i largojmë nga jeta jonë. Në disa raste mund të kemi edhe ndryshime shumë të mëdha në lidhje me perceptimin që kemi për besimet, po ashtu është e vlefshme dhe në lidhje me organizata të ndryshme. Do të fillojmë që të shikojmë daljen në skenë të problemeve që mund të kenë ekzistuar këtu, po ashtu dhe të mashtrimeve, manipulimeve që mund të kenë ekzistuar pikërisht në këto tema. Do të kemi një rritje në interes në ezoterizëm, për të zbuluar dijet e fshehura, siç janë këto, për shembull astrologjia apo karma, zbulimi më tepër i vetes tonë. Gjë që do të na ndihmojë automatikisht që të jemi më të ndërgjegjshëm edhe në mënyrë se si ne veprojmë. Pra do të ndërgjegjësohemi pak më tepër si shoqëri.
Kjo do të filloj nga ana materiale, nga materja, pra duke filluar nga trupi dhe do të evoloj deri tek ana shpirtërore. Është një proces, asnjë gjë nuk ndodh brenda ditës, por kjo hënëre është vërtet shumë e rëndësishme në këtë pikë, sepse do të stimuloj shumë intuitën tonë. Kjo është e vlefshme për të gjithë, por të 4 shenjat fikse janë vërtet shumë herë më të prekura se të gjitha shenjat e tjera. 4 shenjat fikse, po i përsërit edhe një herë, është Temi, është Luani, Akrepi dhe Ujori. Këto janë 4 shenjat të cilët do të jenë më të prekura se të gjitha shenjat e tjera. Më duke se i përmenda të gjitha temat, përsa i përket çështjeve sociale, këtu do të më duhet të ndaloj pak, sidomos për personat që jetojnë në Shqipëri. Gjatë kësaj periudhe mund të kemi dalje në skenë të vërtet shumë skemave të mëdha manipuluese, sidomos ato që përsa i përket ndërtimit dhe vendeve ku banojmë. Kjo do të jetë vërtet mund të shkaktoj probleme vërtet të mëdha dhe le të themi që do të na duhet që të përzgjedhim mirë se si veprojmë. Pra është një moment shumë i rëndësishëm në qoftë se duam që të rregullojmë diçka ne si shoqëri. Do të kemi po ashtu edhe disa probleme që mund të dalin në lidhje me shëndetësinë apo mënyrën se si trajtohen çështjet në jetën tonë shëndetësore. Pra në fushën e shëndetësisë, e njëjta gjë është e vlefshme edhe përsa i përket ambienteve të mbyllurave apo organizatave të cilat funksionojnë në mënyrë të fshehur. Gjatë kësaj periudhe do të kemi dalë në skenë edhe të këtyre, nuk mund të them thjesht problem, mund të dalë në skenë edhe lajme, informacione të cilat mund të bëhen edhe të dobishme për ne si shoqëri. Pra është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme. Okej, tani do të kaloj tek ndikimet që do të ketë kjo hënëre, tek shenjat, në qoftë se nuk keni ndonjë pyetje, nëse keni ndonjë pyetje, do t'i marr. Për ndikimet si keni për shembull gafore me ascendent binjak, do t'ju këshilloj që të dëgjonit si fillim binjakët, duke qenë se është ascendenti, dhe të dëgjoni edhe gaforen. Okej. Po kaloj me njëherë tek shenja e dashit. Shenja e dashit është një nga shenjat e cila le të themi është në rolin kryesor të periudhës aktuale, sepse kemi disa kalime planetare të cilat do të ndikojnë vërtet shumë atë. Aktualisht kemi kalimin, ose më themi, Neptuni ka kaluar tek shenja e tyre. Dhe kjo është një energji vërtet e re, e cila do t'i duhet pak kohë për të ambientuar. Gjatë kësaj hëne të re, ndikimi më i madh që kemi tek shenja e dashit është ana e tyre materiale. Duke qenë se do ndodhet tek shenja e demit, shenja e dashit do ndikohet pikërisht në këtë pikë. Tek ana materiale, se çfarë vlere japin kësaj dhe vlera që japin vetes së tyre. Mund të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh, edhe të rikthimit tashmë të gjithë punës që kam bërë, pra vlerësimit të punës që kam bërë deri tani, mbarimi i vonesave që mund të kem pasur, si përsa i përket çështjes së karrierës, po ashtu edhe në lidhje me bashkëpunime, pra do të fillojmë që të kemi një rikthim, ose më të themi fillimin e marrjes së të ardhurave materiale goxha të mira gjatë kësaj periudhe, por në të njëjtën kohë duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse mund të bëjnë edhe argjime të shumta. Këto argjime mund të vinë pak më tepër nga pasiguria ose nga nevoja për të çliruar tashmë, sepse kanë qenë në një trysni shumë të madhe gjatë gjithë kësaj periudhe, duke qenë se kemi pasur Marsin tek shenja e gafores. Gjatë kësaj hëne të re, i njëjti Mars do të jetë në kënd negativ edhe me diellin, edhe me Plutonin, automatikisht edhe me hënën. Për këtë arsye për shenjën e dashit, kjo do të thotë edhe argjime. Këto argjime mund të jetë edhe për çështje qefi, po ashtu dhe investime në lidhje me realizimin e ëndrave të tyre ose qëllimeve që ata kanë automatikisht, por do të këshilloj që të jenë vërtet shumë të vëmendshëm pikërisht në këtë pikë, pra në lidhje me investimet që bëjnë, sepse mund të drejtohen në mënyrë të gabuar nga shoqëria e tyre ose nga personat. Kjo nuk është të thënë se do ta bëjmë me qëllim të keq, por mund të ndodhi për arsye sepse mund mos jenë të mirë informuar e të tjerë. Gjithsesi, këshilla do të ishte që gjatë kësaj periudhe të besoni më tepër intuitën e tyre se sa fjalës së të tjerëve dhe të besojnë më tepër eksperiencën që ata kanë në jetën e tyre, pikërisht në lidhje me investimet që do të bëjnë përsa i përket të ardhmes.
Për fat të keq, kjo hënë e re për shenjën e dashit mund të thotë edhe zhgënjime, pikërisht nga shoqëria, dhe kjo mund të sjellë në jetën e tyre dhe pastrimin ose më thënë nxjerrjen nga jeta e tyre disa personave të cilët mund të kenë qenë manipulativ, që mund të kenë pasur më të keq, ose që nuk janë më të përshtatshëm për jetën të cilën ata duan të ndërtojnë. Përse përket shëndetit, këtë do të më duhet pak të analizoj tek shenja e dashit, është në një fazë në të cilën mund të vazhdoj që të ketë një energji pak të ulët dhe të ndjet pak i stresuar, ose më të them të ndjenjë një trysni brenda vetes së tyre në lidhje me imunitetin dhe me energjinë që ata kanë në përgjithësi. Është një fazë kalimtare, këshillimi do të ishte që të kujdesen pak më tepër për rutinën e tyre të përditshme, pra të bëjnë sportin e nevojshëm. Të mundohen që të ushqehen më shëndetshëm. Jo të mundohen, po të ushqehen më shëndetshëm, dhe kjo do të ndihmojë ata automatikisht që të kenë edhe një përmirësim të dukshëm si në moralin e tyre, po ashtu edhe në lidhje me shëndetin e tyre. Për shenjën e dashit do të kemi edhe një lajm shumë pozitiv në këtë rast, nëse kemi pasur probleme brenda martesës ose lidhjeve afatgjata, i njëjta gjë është edhe vlefshme në lidhje me partneritetet e biznesit, pra nëse kemi pasur probleme lidhje me këtë çështje ose të njëjtën që mund të them edhe në lidhje me çështje gjyqësore, do të fillojmë që të kemi një zgjidhje vërtet shumë pozitive, pra do të jetë një zgjidhje, do të jepet drejtësi. Përse përket çështjeve sentimentale, janë më të aftë tashmë, sepse Marsi ka kaluar tek shenja e Luanit, pra janë më optimist, më pozitiv, dhe do të gjendë zgjidhje pak a shumë vet. Për shenjën e Demit. Shenja e Demit është një ndër shenjat, ose më thënë shenja më e ndikuar e kësaj hëne të re, duke qenë se do të kemi hënën e re tek shenja e tyre. Kjo do të thonë që ata janë vërtet ose më të themi gjatë kësaj periudhe, edhe një javore që jemi tani deri tek hëna e re, edhe më vonë në periudhën 2 javë pas kësaj, do të jenë vërtet shumë kohë fort në përzgjedhje, ose më të themi do të duan që të mbajnë gjëra të cilat ndoshta nuk funksionojnë më ose nuk janë më efektive në jetën e tyre, të cilat nuk janë më të shëndetshme. Për këtë arsye do të lodhen shumë, sepse po mbajnë në kurrizën e tyre një barë e cila nuk mundet t'i ndihmojë, ose më të themi po i pengon që të ecin përpara. Në këtë rast, ndikimi më i madh për shenjën e Demit, ose më të themi këshilla më e madhe për shenjën e Demit do të ishte që të lejnë varën dhe të përzgjedhin mirë se çfarë duan të marrin në tyre. Ndryshimet më të mëdha që do të kenë, do të jenë pamjet e tyre jashtme. Në këtë rast mund të kenë një dëshirë shumë të madhe për të ndryshuar mënyrë se si edhe prezantojnë veten e tyre në jetë, do të kenë një vetëvlerësim shumë më të lartë që fal kësaj hëne të plot. Do të kenë një dëshirë për të ndërtuar një imazh i cili do t'i rezistojë kohës, dhe kjo do të jetë do të vjetër edhe në mënyrë se si ata vishën, ndoshta në mënyrë se si sillen, në mënyrë se si e transmetojnë jetën e tyre, veten e tyre. Do të kemi ndryshime të shumta edhe për sa i përket vendit ku ata jetojnë, mund të kemi ndryshime të pronor, mund të kemi blerje ose shitje të shtëpisë, nëse kemi pasur vonesja në lidhje me këtë temë, do të vëmë një ndryshim të madh ose hapjen e rrugës në lidhje me këtë temë. Por mund të kemi edhe konflikte me personat e autoritetit, personat autoritare. Kjo është e vlefshme edhe në lidhje me autoritetin që ata kanë tek vendi i tyre punës, për me pronarët e tyre ose me drejtuesit e tyre, e njëjta që është e vlefshme edhe brenda familjes, për me baballarët e tyre, ose nëse ata janë vetë prindër, mund të kemi edhe probleme me fëmijët. Pra, mënyrën e komunikimit në këtë rast do të jetë shumë e të vëmendshëm se si e kanë. Përsa i përket anës materiale, këtë po më duhet analizoj. Ju kërkoj ndjes. Për anën materiale, do të fillojmë që të kemi një zhvillim shumë të madh për shenjën e Demit, por kjo do të vijë në mënyrë të papritur ose nëpërmjet të papriturave, prandaj dhe në mënyrë që të mund t'i perceptoj se kur ose në momentin që do të vinë këto të papritura apo surpriza, le të themi në këtë rast, do të këshilloja që pikërisht ata që tash në fillim që të heqin dorë nga barën që po mbajnë në këto momente, nga gjëra që nuk shërbejnë atyre, që të jenë më të aftë ose më të lehtë për të perceptuar gjërat e reja që po hyjnë në jetën e tyre. Përshëndetje, për shenjën e Demit, për fat të mirë jemi futur në një fazë më pozitive dhe
edhe pse mund të ndjem një trysni pak të vogël, le të themi, në përgjithësi do të jenë në një fazë, do të futen në një fazë ku do të jenë më të qëndrueshëm në lidhje me shëndetin. Shenja e binjakëve. Për binjakët kemi edhe anë pozitive, por disa anë të cilat do të jenë shumë të lodhshme, do të them, sepse do të preken pikërisht tek bota e tyre brendshme dhe do të kemi dalje në skenë të problemeve të cilat mund të kenë ekzistuar dhe që nuk i kam vënë re, mund të kemi dalje në skenë të që çdo gjë që ka qenë e fshehur gjatë kësaj periudhe. Dhe duke qenë se përmendet ndikimet e përgjithshme që hëna tek shenja e demit shkëlqen vërtet shumë ose shumë e fuqishme, këtu do të kemi fillime të re shumë të mëdha. Do të kemi një tronditje të madhe tek bota e tyre brendshme, të çdo gjë që ka qenë karmike në jetën e tyre. Kjo sipërse i përket problemeve që të jenë shkaktuar nga të tjerë, po ashtu edhe nga vetvetja. Do të kemi daljen e subkonsciencës në konsciencë, pra do të perceptojnë mirë se çfarë dëshirojnë, çfarë duan të mbajnë jetën e tyre. Ana më pozitive e kësaj hëne të plot, kërkëndjes hëne të re, është se Marsi është tek shenja e Luanit dhe Mërkuri është tek shenja e Dashit. Pse po i them këtë në këtë mënyrë? Këto dy planetet do të jenë në kënd pozitiv me njëri tjetrin. Dhe Mërkuri është shumë i shpejtë, funksionon shumë shpejt kur është tek shenja e Dashit. Kjo do të jetë një ndihmë shumë e madhe për shenjën e binjakëve për të perceptuar situatën ku qëndron. Do të kemi një zhvillim shumë të madh në perceptimin ose në lidhjen që ata kanë me shpirti dhe trupi, pra, dhe kjo do të ndihmojë shumë për të zhvilluar edhe intuitën e tyre në të ardhmen, por edhe aktualisht do të arrijnë që të përdorin intuitën e tyre për të zgjidhur çdo lloj problemi që mund të dalë aktualisht. Pra, duke qenë se bota e tyre do të dalë shumë sipërfaqe dhe intuita në këtë rast do të rritet, do të kenë mundësi shumë të madhe për të ndërtuar një jetë të shëndetshme për të ardhmen, dhe kjo do të fillojë të vijë të re. Që nga qershori, por në këto momente do të hedhin hapat e parë ose themelet, më mirë të themi, për të mund të ndërtuar diçka shumë më tepër pozitive që nga qershori e tutje. Kemi edhe një ndikim shumë të madh pozitiv. E thash, domethënë e nisa si diçka që ishte shumë negative, por në të vërtetë është e lodhshme, prandaj është negative, por zhvillimi ose më të themi ajo çfarë do të përfitojë nga kjo shenja e binjakëve është vërtet shumë pozitive, sepse do të përballen dhe me frikrat e tyre dhe do të arrijnë që të mundin. Do t'ju këshilloj që të merrni ndihmë ose më të themi mendimin e shoqërisë së tyre gjatë kësaj periudhe, sepse mund t'i drejtojnë ata në pika të cilat nuk arrin që t'i perceptojnë, t'i shikojnë. Pra, aty ku intuita mund të çalojë për binjakët, do t'i këshilloj që të marrin mendimin e shoqërisë së tyre dhe kjo do t'i bëjë ata që të mund të zgjidhin për këtë problem. Gaforja. Gaforja në këto momente është një nga shenjat e cilat po sfidohet më shumë në mënyrë pozitive. Sfida nuk është asnjëherë diçka negative, ose të paktën nuk e perceptoj si diçka negative, si person me ascendent akrepshia. Për mua sfidat janë diçka që ne na rrit. Këndet negative që do të ekzistojnë gjatë kësaj hëne të re, për shenjën e gaforës, domethënë një rigjenerim i plot në shoqërinë e tyre, në rrjetin e tyre social dhe në vendin që ata kanë në shoqëri. Është një nga hënat e reja më pozitive që do të ketë shenja e gaforës, por nuk do të vi pa, le të themi, pa të bërë sakrifica. Sakrifica më e madhe që mund të kemi për ta do të jenë bashkëpunimet dhe anët tyre materiale. Në këtë rast, të gjitha bashkëpunimet të cilat nuk kanë dhënë frutat që duheshin, apo ana materiale e cila mund të ketë çaluar gjatë gjithë kësaj periudhe, mund të sforcojë edhe për një periudhë pak të shkurtër, sepse do t'i duhet që të vazhdojnë që të ndërtojnë rrugën drejt ëndrave të tyre dhe drejt funksionit apo le të themi mënyrës se si ata shprehen në shoqëri. Kjo do t'i ndihmojë ata që të krijojnë një rreth social shumë të shëndetshëm, shumë të fortë, gjë që gradualisht, sidomos duke filluar nga qershori, për shenjën e gaforës do të përkthehen në një zhvillim shumë të madh në anën e tyre materiale. Në këto momente, këshilla ime do të ishte që çdo gjë të bëhet pak me moderitet edhe harxhimet, sepse kjo mund t'i lërë ata pak të hapur ndaj problemeve në të ardhmen, por në qoftë se këtë arrin që ta bëjmë më tepër logjik, le të themi,
atëherë do të jetë më funksionale. Është një periudhë vërtet shumë pozitive edhe për të krijuar partneritete të reja. Për fat të mirë tashmë kemi mbaroi edhe retrograda dhe Mërkurit edhe e Venusit, dhe kjo për shenjën e Gaforës mund të thotë edhe një zhvillim shumë të madh në botë kuptimisht. Ata kanë në zgjerimin e rrethit të tyre shoqëror që sapo përmenda, por edhe në lidhje me zhvillimin e tyre në anën materiale, por gjithmonë në këto momente duhet të përzgjidhin mirë se ku do të investohen. Pra, këshilla do të ishte që të jem më tepër të fokusuar tek puna, të cilën të po bëj në këto momente, në mënyrë që të mund të marr rezultate të mira materiale, duke filluar nga qershori. Nuk do të thënë se nuk do të kemi edhe tani, thjesht tani është periudha që të vazhdojmë që të investojmë. Është kjo. Tani do të kaloj tek Luani. Për çështjet e zemrës do të flas vetëm për shenjat të cilat do të ndikohet nga kjo hënëre për çështjet e zemrës, ndërkohë që tek shenja e Gaforës ndikimi më i madh ishte pikërisht kjo, që sapo përmenda. Okej. Për shenjën e Luanit. Shenja e Luanit është në një kryqëzim shumë të madh, në një kryq shumë të madh në këto momente, edhe gjatë kësaj jave do ta ndiejnë, bile përmenda sot edhe kur isha tek zgjomi MCN, dhe do të vazhdojmë që ta ndiejnë edhe gjatë 3 javëve në vazhdim. I kërkoj ndjes, 3 javë në gjithsej, domethënë. Arsyeja që është kjo është sepse do të kemi një ndikim shumë të madh, ose më themi në këto momente Marsi i bën ata që të jenë vërtet shumë aktiv, por kemë edhe një ego vërtet shumë të lartë, ose mund të kemi një luftë egosh, sidomos për sa i përket vendit të tyre të punës. Kjo do të thotë një udhkryq në lidhje me karrierën e tyre. Do të jenë më të nxitur që të bëjnë veprime të përshpejtuara, gjë që vërtet nuk këshillohet, do të këshillohet më tepër gjatë kësaj periudhe që të vërejtojnë mirë situatën dhe të bëjnë zgjedhje në bazë të logjikës së tyre ose në bazë të eksperiencës që ata kanë në lidhje me punën. Në qoftë se është një vend pune të cilët ata nuk shikojnë të ardhmen, është momenti i dur për të zhvendosur ose për të ndryshuar punë. Por në qoftë se është një problem kalimtar ose i momentit, do të këshilloja që të fokusohen më tepër tek zgjidhja e problemeve. Pra, në vend që të zihen me autoritet, me person të autoritetit që së periudhë ose të veprojnë në bazë të egos së tyre, do të këshilloja që të shikojnë zgjidhjen. Pra, përsëris edhe një herë, nëse është një problem që ka zgjatur për një periudhë shumë të gjatë, domethënë që ky është një vend që nuk mund të jetë efikas për ta, prandaj do të këshilloja që të fillonin të shikonin një vend të ri. Por nëse është një problem vetëm i momentit, atëherë do të këshilloja që ti gjeni zgjidhje, pra të fokusohen shumë tek zgjidhja dhe jo tek problemi vet. Ndërkohë që një ndikim tjetër që do të kemi është edhe pikërisht mënyra se si ata perceptojnë jetën në përgjithësi. Mund të kemi një vetvlerësim më të lartë se çfarë nevojitet në këto momente, prandaj edhe këshilla ime do të ishte që të marrin mendimin e partnerëve të tyre, edhe pse mund të duket si kontraintuitive për atë çfarë po ndjejnë në këto momente, mund të duket komplet e kundërt, në të vërtetë partnerët e tyre do të jenë shumë më tepër realist. Këtu kur flas për partner, nuk po them thjesht personat që janë të martuar ose bashkëtorë që kanë një lidhje ose kanë një partner biznesi, po flas edhe për persona të cilat kanë për personat që kemi në jetën tonë, të cilët kalojnë më tepër kohë. Romi. Po kaloj tek shenja e Virgjëreshës. Shenja e Virgjëreshës është një shenjë toke dhe një hënë e re tek një tjetër shenjë toke do të thonë një ndikim pozitiv për ta. Por duke qenë se në këto momente tek shenja e Virgjëreshës kemi nyjen jugore, e cila i ngushton ose krijon shumë sfida në jetën e tyre, kjo do të thonë që mund të bëhet pak e lodhshme. Gjithsesi, pavarësisht të gjitha këtyre, për shenjën e Virgjëreshës do të vëmë mbarimin e një kapitulli shumë të rëndësishëm, që është ai i Çerakut. Pra, do të bëhen tashmë ustat në jetën e tyre. Do të përzgjedhin shumë mirë, do të them në mënyrë shumë të logjikshme, çdo gjë që është funksionale vërtet në jetën e tyre. Për fat të mirë mbaroi retrograda e Mërkurit, drejtuesit të tyre, dhe tashmë ka kaluar te shenja e Dashit, pra janë më aktiv.
por ky aktivitet për ta mund të thotë edhe veprime të gabuara në lidhje me bashkëpunimin, që do të këshilloj që të jenë shumë të vëmendshëm gjatë kësaj periudhe, pra të përzgjedhin më mirë se me cilë persona do të bashkëpunojnë. Në qoftë se nuk përzgjedhin mirë personat me cilën bashkëpunojnë, mund të vëmë edhe probleme në lidhje me anën e tyre materiale. E njëjta gjë do të jetë e vlefshme edhe në çështje sentimentale, kur mund të vëmë edhe grindjet pothuajse që dalin nga hiçi, gjë që mund të transmetohet edhe në moralin e tyre të përgjithshëm, mund të vëmë një ndryshim të dukshëm edhe në mënyrë se ta perceptojnë veten e tyre, por kjo do të thotë që çdo gjë që nuk është funksionale ose që është negative që asaj periudhe do të dalin më tepër në skenë. Për shenjën e virgjëreshës, këshilla ime do të ishte që të jenë pak më të kujdesshëm në mënyrë se si komunikojnë. Mund të kenë një komunikim pak më tepër se ç'duhet kritikues e kësaj periudhe me gjithë personat që kanë rreth rrotull, dhe kjo mund të bëjë ata që ose më them personat që edhe i duan, mund t'i largojnë pak nga jeta e tyre, ose mund të bëjnë pak të lodhshëm, pra automatikisht. Për këtë arsye do të këshilloj që të kontrollojnë mirë mënyrën se si komunikojnë, ndërkohë që një këshill tjetër, këshillat që do të marrin që së periudhe nga vëllezërit dhe mamutrat e tyre, do t'i këshilloj që të mos i marrin shumë për bazë. Jo sepse nuk duan që të ndihmojnë, por sepse mund të jenë pakës në spektrumin që futen në anën pak, le të themi, negativ. Po e them, jo sepse qëllimi është negativ, është thjesht sepse mund të futen në këtë spektrum. Prandaj këshillat do t'i këshilloj që të merrni më tepër nga persona specialistë të fushave të tyre, çfarë do të fushë që t'jenë ata vetë. Shoqëria në këtë rast do të bënte më mirë, edhe partnerët mund t'japin këshilla vërtet shumë pozitive. Okej, këto ishin në lidhje me shenjën e virgjëreshës. Për shenjën dhe kemi arritur tek peshorja, apo ata që kanë ascendent tek shenja e peshorës. Kjo është një periudhë, ose më themi kanë kaluar një periudhë vërtet shumë sfiduese. Gjatë kësaj hëne të re, do të kemi drejtues në tyre Venusin të vendosur tek shenja e peshqive, ka mbaruar tashmë retrogradën më së fundi. Dhe pika ku do ndodhet, ose më themi grada ku do ndodhet Venusi, na jep vërtet shumë begati dhe mirëqenie. Por duke qenë se do të jetë në takim me Saturnin, do të përkthehet edhe në sfida apo në disa raste dhe vonesa, pikërisht përsa e përket çështjeve materiale. Pak më tepër që edhe kjo hënë e re do të ndikojë ata pikërisht te kjo temë, që janë trashëgimit, të ardhurat materiale të përbashkëta, njëjta që të vlefshme të financat e të tjerë. Mund të kemi edhe konflikte në lidhje me trashëgimit, mund të kemi edhe probleme përsa e përket çështjeve gjyqësore që kanë të bëjnë pikërisht me këto. Shenja e peshorës në këto momente është në fazën ku pozit shumë probleme përsa e përket anës së tyre financiare ose mirëqenies që ata kanë në jetën e tyre materiale. Dhe kjo gradualisht do të evoluohet në transformimin e tyre personal, pra do të transformohen edhe në botën e tyre të brendshme, po ashtu edhe përsa e përket besimeve, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në një transformim vërtet shumë të madh të shpirtëror. Por kjo hënë e re do të mund të bëhet pak sfiduese edhe në lidhje me shoqërinë apo edhe me disa miqësi, të cilat mund të testohen si rrjedhojë e përfshirjes së interesave materiale. Tema kryesore për që po përmendet tani, për shenjën e peshorës do të jenë pikërisht zhvillimi i tyre material, sepse këtu do të fillojë një spastrim, le të themi, çdo gjë që është toksike apo çdo gjë që nuk është funksionale, në mënyrë që ata të mund të ndërtojnë një jetë më të shëndetshme, duke filluar nga materia dhe duke evoluar pikërisht tek ana shpirtërore, e cila do të vinë në mënyrë shumë graduale, por në këto momente do t'i këshilloj që të përdorin më tepër intuitën e tyre, intuitën tuaj pra, sepse gjatë kësaj periudhe janë më të përgjegjshëm, ose më të themi, lidhja intuit dhe logjik është vërtet shumë e fuqishme për shenjën e peshorës. Në këto momente prandaj do t'i këshilloj që ta përdorin. Në akrepit. Shenja e akrepit është edhe kjo një shenjë fikse, për këtë arsye, është një nga shenjat më të prekura që kemi. Kjo hënë e plot, hënë e re, është tek shenja e demit që ndodhet përballë me ta, dhe mbi të gjitha do të jetë në kënd negativ me dy drejtuesit të shenjës së akrepit, që është Plutoni
tek shenja ujorit dhe Luani tek shenja dhe Marsi tek shenja Luani të përlëpsh. Okej. Pra dy drejtuesit e Akrepit që është Plutoni dhe Marsi do t'jenë në kënd negativ me njëri tjetrin dhe mbi të gjitha do t'jenë edhe në kënd negativ me Diellin dhe me Hënën. Të gjitha ata që kanë lindur, këtë po e nënvizoj, rreth datës 1, do t'ju këshilloja, pra rreth datës 1 nëntor, për shenjën e Akrepit, do t'ju këshilloja që t'jenë edhe më të vëmendshëm gjatë kësaj periudhe. Kemi një ndikim shumë të madh për të gjithë personat të cilët kanë edhe ascendentin tek shenja e Akrepit, por edhe ata që kanë lindur tek shenjë, sepse do të jenë shumë të nxitur për të ndryshuar çdo gjë në jetën e tyre. Do të jenë shumë të sfiduar. Nuk do e kuptojnë dhe ata vetë se nga do të vinë probleme, por pika më kryesore do të jetë në lidhje me partneritetet. Këtu do të kemi spastrimin e ideve në lidhje me mënyrën se si duhet funksionojë një lidhje. Në qoftë se ka pasur tendenca toksike gjatë gjithë periudhe, për shenjën e Akrepit do të jenë të detyruar që të përballen me to në mënyrë që të zgjidhin. Në qoftë se kemi pasur tendenca të cilët na bënin neve persona që të ishim viktima në këto lidhje, automatikisht do të fillojmë që të gjejmë të perceptojmë mirë se cilat janë këto cilësitë tona dhe të mund të zgjidhim. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve materiale, është një nga çështjet më të prekura që të kemi edhe për shenjën e Akrepit, sepse do të preken shumë bashkëpunime gjatë kësaj periudhe dhe vendi i tyre i punës. Është një fazë në të cilën këto janë tema shumë të prekura për ta dhe mund të kemi vërtet shumë kriza, si në lidhje me rutinën e tyre të përditshme tek vendi i tyre punës e të tjerë. Prandaj dhe do të këshilloja që të hecin disa hapa mbrapa, të perceptojmë mirë situatën se si është dhe në bazë të saj të veprojmë. Partneritetet pas kësaj do të jenë vërtet shumë më pozitive. Këtë mund të analizoj, do të futem në një fazë shumë herë më pozitive, optimiste, kreative, dhe në lidhje me çështjet e zemrës do të jenë shumë herë më tepër me fat. Aty ku mund të kemi pasur ndalesa, vështirësi, pengesa, vonesa e të tjerë, nëse kanë pasur persona që kanë pëlqyer por nuk kanë mundur që të krijojnë një themel të nevojshëm për të krijuar diçka. Pas kësaj do të kemi një rregullim të dukshëm, por e njëjta gjë është e vlefshme edhe për lidhjet që të cilat janë toksike, ose më të themi ato të cilat deri në këtë moment i kanë lodhur shumë. Për shenjën e Akrepit këto do të mbarojnë. Domethënë është pothuajse prerje si me thik, domethënë. Edhe nëse duan që t'i mbajnë jetën e tyre, nuk do të duan t'i mbajnë më, do t'i iki personin përballë për pak a shumë me vrap. Kjo është diçka pozitive për mendimin tim, por automatikisht mund të bëhet e lodhshme dhe e dhimbshme, prandaj dhe po e analizoj. Okej. Për Sagjetarin. Shenja e Sagjetarit është një shenjë e ndryshueshme e cila ka qenë shumë e ndikuar gjatë gjithë vitit të kaluar, vitit 2024, sepse drejtuesi i tyre, pra Jupiteri, ndodhet tek shenja e Binjakëve. Jupiteri tek shenja e Binjakëve vërtet që nuk ndihet mirë dhe për këtë arsye gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe nëse e kanë pasur para syve, ndoshta nuk kanë arritur që ta prekin. Qoftë mirëqenien, qoftë lidhjen të cilën të dëshironin, qoftë zgjidhjen e problemeve që mund të kenë ekzistuar në lidhje me drejtësinë, në lidhje me problemet familjare, çështjet e shëndetit në familjen e tyre. Por kjo hënë e re do të thotë pikërisht zgjidhjen e këtyre problemeve në lidhje me vonesat që ata kanë pasur deri tani. Sidomos për sa i përket bashkëpunimeve, sidomos për sa i përket të ardhurave materiale të përbashkëta në lidhje me trashëgimit, kjo hënë e re do të thotë spastrimin e pothuajse të çdo gjëje që është toksike në lidhje me këto tema. Për personat të cilët kanë qenë në një proces divorci, kjo do të thonë finalizimin e saj. Për personat të cilët mund të kenë pasur një lidhje ose një martesë e cila nuk ka qenë funksionale, kjo do të thonë mbarimin e saj. Këshilla do të ishte që të jenë pak më të vëmendshëm gjatë kësaj periudhe ndaj incidenteve, aksidenteve, në mënyrë që të mos e vënë veten e tyre në rrezik, në situata të cilat kanë risk, pra.
dhe të kujdesen pak më tepër në lidhje me shëndetin e tyre, sepse gjithë kësaj periudhe mund të jenë pak më të prekur, ose me themi do të vazhdojnë që të jenë të prekur për sa kohë Jupiteri të jetë tek shenja e binjave që do të vazhdojë deri në qershor. Pra. Ndërkohë që ndikimi më i madh për shigjetarin është rutina e tyre e përditshme. Këtu duhet të fokusohen pikërisht për të ndërtuar diçka më të shëndetshme. Mund të kemi dalë në skenë të problemeve në lidhje me shëndetin e tyre. Dhe automatikisht gjetjen e zgjidhjes. Pra, jemi në një fazë pozitive në lidhje me rregullimin e këtyre çështjeve. Çdo gjë toksike që mund të ekzistuar, pra edhe në lidhje me shëndetin, temat që mund të kenë qenë kronike edhe në rutinën e tyre të përditshme, probleme në vendin e tyre të punës, po ashtu edhe në mënyrë se si ata organizojnë ditën e tyre, gjatë kësaj periudhe do të fillojë të zgjidhet. Këto ishin ndikimet në lidhje me shigjetarin. Po përsëris edhe një herë këtu tek Instagrami, e kuptoj që ka probleme, është probleme me internetin, nuk kam se çfarë të bëj në këto momente të paktën, por që këtë video do e vë tek YouTube im, do e vë nesër, do e ndaj edhe në shenja dhe do të mund ta ndiqni atje më thjesht, do e vë edhe domethënë njoftimin, kështu që mund ta kuptoni sikur kam. Mezi përmbledha prap. Tani po kaloj tek shenja e mbritësapit. Për mbritësapin, kjo është një hënëre vërtet pozitive. Mbritësapi ka pasur shumë vonesa gjatë gjithë kësaj periudhe në lidhje me çështjet e zemrës, ka qenë një periudhë vërtet shumë e lodhshme, 16 vjeçare domethënë them, ndërkohë që ka pasur pleton tek shenja e tyre që i ka detyruar që të ketë pasur shumë ulje ngritje në jetën e tyre sentimentale. Jemi futur në një fazë rregullimi të dukshëm tek kjo, por tashmë do të vëmë edhe një rregullim goxha të mirë në lidhje me çështjet e zemrës. Do të kemi fillime të reja, propozime të shumta apo prezantime të shumta. Janë futur në një fazë që janë shumë më tepër kreativ. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me problemet që mund të kemë pasur me fëmijët, për persona që kanë pasur probleme edhe për të krijuar familjen e tyre, pra në këtë rast për të pasur fëmijë gjatë kësaj periudhe ose fal kësaj hëne të re, do të fillojnë që të gjejnë zgjidhje pikërisht te kjo. Mund të ketë nga ata të cilët mund të përzgjedhin që le të themi të mos bëhen më fëmijë, pra të ndërtojnë një familje ku i shërben më tepër ose më themi ushqim më tepër fëmijën e tyre të brendshme. Por e rëndësishmja është që pas kësaj hëne të re do të krijojnë një jetë vërtet shumë më pozitive për ta, ku do të ndihen mirë dhe më të vlerësuar. Kjo automatikisht do të ndihmojë ata për të krijuar një stabilitet në jetën e tyre profesionale. Për shenjën e mbritësapit, duke qenë se kjo është pjesa më e rëndësishme, automatikisht do të thotë në një mërqenie shumë më të madhe ose më themi një moral më të madh, gjë që do të ndikojë edhe në pozicionin që ata kanë në shoqëri. Po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me marrëdhëniet që ata kanë me partnerët e tyre aktual, do të vëmë një rritje në frymëzim. Do të jenë shumë më tepër romantik, do të jenë më tepër pozitiv në mënyrë se si i përqasen të gjitha problemeve që kanë në marrëdhëniet pra e tyre personale dhe këshilla ime do të ishte gjatë kësaj periudhe, duke qenë se do të jenë vërtet shumë lart, pra do të jenë shumë të ndikuar nga bota e tyre emocionale, ose nga emocionet e tyre, mund të futen edhe në një fazë mund të jenë pak më tepër xheloz, se çfarë janë normalisht. Në të njëjtën kohë mund të përballen edhe me më tepër xhelozi dhe nga partnerët e tyre. Për këtë arsye do të kishte pak më tepër qetësi në lidhje me këtë temë dhe të përdorni komunikimin e tyre që normalisht është shumë herë më tepër pozitiv ose më i përmbajtur. Po kaloj tek shenja ujorit. Shenja e ujorit, edhe kjo është një shenjë fikse. Shenjat fikse janë shumë të ndikuar dhe për më tepër shenja ujorit gjatë gjithë kësaj jave, duke filluar bile dhe nga dita e sotme, është një nga shenjat e cila është më e prekur se të gjitha sepse kemi kalimin e hënës. Sot bile hëna ndodhet tek shenja ujorit, në mëngjes ishte në takim me Plutonin dhe ishte edhe në kënd negativ me Diellin dhe me Marsin. Kjo për shenjën e ujorit do të thënë një ndikim vërtet shumë i madh në
veten e tyre. Do të thotë një zhvillim shumë i madh në përsa i përket botë kuptimit të tyre, mënyrë se si ata i trajtojnë çështjet, si në lidhjet e tyre sentimentale, në lidhje me partnerët e tyre, më të themi, po ashtu edhe në lidhje me çështjet ekonomike, do të kemi një tronditje pak, ose më themi, një tronditje të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, në lidhje me mënyrën e tyre të jetesës. Mund të kemi ndryshime të shumta në brenda shtëpisë dhe familjes së tyre. Këto ndryshime nuk mund të them që janë vetëm negative, është thjesht tronditje për të nxjerrë nga jeta e tyre ajo çfarë nuk është funksionale dhe shëndetshme. Dhe kjo automatikisht do të sjellë diçka të re, shumë më pozitive, duke qenë se hëna e re domethënë pikërisht kjo, mbarimi të vjetrës dhe fillimi i ri. Për shenjën e ujorit, kjo domethënë një zhvillim shumë i madh në mirëqenien e tyre, përsa i përket edhe anës së tyre materiale. Në këto momente kemi nyjen veriore tek shenja e peshqive dhe kjo për shenjën e ujorit domethënë një rritje vërtet shumë e madhe të ardhurave materiale nëse arrin që ta përdorin. Për fat të mirë, gjatë kësaj periudhe kemi edhe Saturnin këtu që i bën ata më të përgjegjshëm. Kemi surpriza të shumta në lidhje me zhvillimin e tyre financiar, të cilat do të vinë nëpërmjet familjes ose tek në formë le të themi nga rrënjët e tyre, nga familjarët e tyre ose nga farefisi pra. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që të jeni pak më të vëmendshëm. Për shenjën e ujorit, do t'ju duhet që të përzgjedhin shumë çdo gjë që kanë në jetën e tyre. Nuk mund të them në një secila është fusha, sepse do të përzgjedhin shumë në çdo gjë, si në veset që kanë në disa raste, po ashtu dhe në marrëdhëniet që kanë, si ato sentimentale, personale, po ashtu dhe në lidhje me familjen e tyre. Mund të vi momenti në mënyrë që të mund të ndërtojnë një jetë më të shëndetshme për veten e tyre. Është një surprizë e mirë ose më themi, është një zhvillim i mirë për gjithë ata që mund të kenë pasur vonesa në lidhje me marrjen e kredive ose më themi për të blerë një shtëpi ose për të ndryshuar shtëpi. Kjo për shenjën e ujorit është një periudhë vërtet shumë pozitive për zgjidhjen e këtyre problemeve. Pra, fokusi është gjithmonë gjatë kësaj periudhe më themi për shenjën e ujorit në krijimin e një stabiliteti. Por këtë do të duhet ta them, është e vlefshme për të gjitha shenjat, por për shenjën e ujorit domos është shumë e vlefshme që duhet të mbajnë jetën në qoftë se diçka krijon probleme, domethënë që nuk duhet ta mbajnë jetën e tyre. Është sinjal domethënë. Nëse po krijon probleme, atëherë nuk duhet ta mbajnë jetën e tyre. Nëse gjejnë zgjidhje, janë të aftë për të gjetur zgjidhje, atëherë okay, mund të vazhdojnë që ta mbajnë. Por nëse nuk gjejnë dot zgjidhje, do të këshilloj që të kalojnë tek çështja e radhës. Në mënyrë që të mos humbasin kohë, sepse gjatë kësaj periudhe mund të ngjecemi tek detajet të gabuara. Për shëndetjen, në lidhje me të gjitha shenjat, e përmenda tek ndikimet e përgjithshme, për ato që nuk po flas në lidhje me shëndetin, do të këshilloj që të dëgjoni ndikimet e përgjithshme kur t'i vet tek YouTube-i. Dhe po kaloj tek shenja e fundit. Peshqit. Një hënë e re tek shenja e Demit për shenjën e Peshqve është diçka pozitive. Shenja e Peshqve është një shenjë toke dhe shenjat e tokës merren vesh shumë mirë me shenjat e ujit. Për më tepër, në këto momente kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv tek shenja e Peshqve për sa i përket të ardhurave materiale, duke qenë se drejtuesi i tyre Neptuni ka kaluar tek shenja e Dashit. Kjo për ta domethënë burime të shumta në lidhje me anën e tyre materiale, zhvillime shumë të mëdha. Pak më tepër që atë kemi edhe Venusin pikërisht këtu, edhe pse do të jetë në takim me Saturnin, që domethënë që mund të krijojë disa sfida ose le të themi pengesa të vogla, këto do të kalojnë në mënyrë shumë të thjeshtë, në momentin që janë të vetëdijshëm për atë çfarë duan në jetën e tyre. Probleme që mund të kemi për shenjën e Peshqve do të jenë në lidhje me ose më themi, nëse nuk kanë qenë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin e tyre, si në jetën e tyre, ose më them shëndeti shpirtëror dhe shëndeti fizik, për janë të dyja, do të fillojmë që të vëmë re probleme në jetën e tyre të përditshme. Kjo do të shprehet më tepër në mënyrën e komunikimit të tyre. Do të mund të kemi probleme në marrëdhëniet që kanë me vlesje, me motrat dhe me rrethin e tyre të ngushtë. Në qoftë se janë persona të cilët ju duhet që të udhëtojnë shumë, sidomos për punë, gjatë kësaj periudhe mund të vëmë re vonesa në lidhje pikërisht me këtë temë, sepse nuk do të jenë kujdesur
me shëndetin e tyre, ose mund të kemi vonesa në lidhje me dokumentat. E njëjta gjë është e vlefshme dhe për sa i përket dokumentave që janë për të dalë jashtë shtetit. Këtu mund të kemi bilen disa raste dhe manipulime, dhe në qoftë se nuk janë të vëmendshme, mund të bien pre edhe e abuzimeve të pushtetit të personave të cilët kanë, le të themi, një farë pushteti në dorë, kaq të tyre, pra si mund të pronarët e tyre të tjerë. Për këtë arsye, për shenjën e peshqve do të këshillohesh që të fokusohesh më tepër tek gjërat që mund të zgjidhin ata vetë. Në lidhje me çdo lloj problemi që shfaqet në botën e tyre të jashtme, do të këshillohesh që të jenë pak më tepër spektator gjatë kësaj periudhe, sidomos gjatë kësaj jave, në mënyrë që të perceptojnë mirë se ku qëndron problemi, cilët janë personat problematik, në mënyrë që të mund t'i zgjidhin ato. Hëna e re që do të jetë tek shenja e Demit, që është ditën e diel, është vërtet një fillim i një kapitulli të ri në jetën e tyre, është vërtet shumë e rëndësishëm, sidomos në lidhje me mënyrën se si ata ndërtojnë jetën e tyre të përditshme, ose me rrjetin e tyre social të afërt, me vëllezërit, me motrat e tyre, sepse kjo do të ndihmojë shumë ata në të ardhmen për të krijuar një farë stabiliteti, ose më them jo një farë, por një stabilitet të mirë ekonomik. Është një periudhë shumë e gjatë, që është 14 vjeçare e Neptunit tek shenja e Dashit, dhe kjo është një periudhë në të cilën ata mund të kenë një rritje vërtet kolosale në anën e tyre ekonomike. Për këtë arsye, do t'i këshilloja që këtë javë që jemi aktualisht të fokusohen, ose më të themi, të rinë disa hapa mbrapa, që të perceptojnë se ku qëndron problemet, cilët janë persona, të cilët mund mos ja kemi aq të mirë. Kjo është e vlefshme pothuajse në çdo fushë të jetës së tyre, por më tepër këtë do ta vënë re në lidhje me personat që kanë të bëjnë ndoshta me besimin e tyre, që kanë të njëjtën lloj besimi që praktikojnë, ose në lidhje me shkollën që mund të kenë ardhur. Pra, këto janë fushat pak a shumë që mund të preken më tepër. Okej, këto ishin ndikimet që kisha edhe në lidhje me këtë javë, edhe në lidhje me hënën e re, që do të jetë tek shenja e Demit, po ashtu edhe ndikimet që janë tek shenjat. Po eri përsëris edhe një herë, këto video do ta vë nesër tek YouTube-im, tek kanali im YouTube-it, është astrologe Denisa Shyle. Do ta ndaj me shenja, në mënyrë që ta keni më të thjeshtë për ta ndjekur, dhe për të gjithë ata që nuk mundën që ta shikoni tani pra, mund të riktheheni atje. Këto janë ndikimet e përgjithshme që unë ndaj me ju, në mënyrë që edhe të mund të marrim masa në disa raste, apo dhe të dim se sa të përdorim, në mënyrë që të kemi një jetë më të begat, pra, apo edhe të jemi të gjithë të përfitojmë nga këto njohuri, ose nuk i mbaj për vete, pra mund të që të shpëndaj. Ndërkohë që në qoftë se dëshironi diçka më tepër, sepse automatikisht është e pamundur që të ndikojmë të gjithë një lloj, qoftë tek shenjat, qoftë edhe tek ndikimet e përgjithshme, secili kemi ndikimet të varura nga jeta jonë personale, të cilat reflektojnë më mirë tek harta jonë e lindjes. Për këtë arsye, unë jam konsulta personale, të cilat mund t'i prenotoni nëpërmjet Instagramit ose nëpërmjet WhatsAppit. Të gjitha këto informacione mund t'i gjeni tek të gjitha rrjetet e mia sociale. Okej, shumë faleminderit që morët pjesë, jeni vërtet shumë të këndshëm. Gjatë kësaj jave dëshiroj që të bëj dhe një lidhje të drejtë për drejtë në lidhje me pyetjet që ju keni. Do të vë një postim dhe mund të shkruani pyetjet që keni poshtë atij, ose mund të më dërgoni mesazh në të njëjtën mënyrë tek Instagrami im. Do të vë edhe një story në të cilën mund të drejtoni pyetjet që mund të keni gjatë kësaj periudhe. Dhe të gjitha këto përgjigjet do t'i jap ditën e shtunë. Duke qenë se tashmë kam bërë dhe biku, pra në Shqipëri kemi më tepër kohë për të marrë me tema të tilla. Do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë ditën e shtunë, ku do të flas pikërisht në lidhje me këto çështje. Përsëri faleminderit që morët pjesë. Jeni të gjithë të mirëpritur. Siç e përmenda, do të bëj edhe një postim pas pak, nuk mund ta them nesër. Ku ju mund të shkruani pyetjet që mund të keni gjatë kësaj periudhe. Për të gjitha shenjat, për gjithë ata që nuk e ndoqën dot, pra mund t'i ndiqni tek YouTube-i, duke filluar nga dita e nesërme. Shumë faleminderit. Natën e mirë. Pafshim.